Të nderuar miq, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një doktoresh që ju e doni shumë, e dëgjoni shumë, po sot do të dëgjoni akoma dhe më shumë se do thot gjëra shumë më të bukura. Ajo është mikesha ime Lira Gjika. Mirësere, doktoresh. Faleminderit për ftesën. Shoku Foni. Shoku Foni, mirë të më thua Shoku Foni, se duhet të jesh zotëri që të zotrosh diçka, unë nuk kam as bicikletë. Kënaqësi që të kam. Urdhro? Ke këtë zyrën që bën këto gjërat e mira. Me qira është e shkreta. Po mirë, është e jotja. Po. Të falenderoj që erdhe. Faleminderit dhe ju. Ne do të flasim, nuk do të nxjerrim jashtë sferës suaj të së përditshmes. Unë do të thosha, ju jepni shpesh këshilla për nënat, për prindrit në përgjithësi, se si të bëjnë një mirë edukim të fëmijëve të tyre. A ka nga ata prindër që ben agresiv në ato që thua, se s'ti pranojnë ato që thua, të ofendojnë, të shajnë? A duron, sa duron? Jo, unë i vlerësoj, ka që më shajnë. Rrugë? Jo, në rrugë jo, po në Facebook. Ka që më shajnë, po unë e shoh vëmendje. Me thënë, këta njerëz më kushtojnë vëmendje dhe për këtë i respektoj. Dhe një gjë tjetër që i respektoj, se e bëjnë të vërtet, një gjë që nuk ka asnjë lloj kritike, nuk është e vërtet. Një mendim i imi, për shembull që unë e shpreh, bëhet i vërtet kur dhe dikush të kundërshton. S'ka pse të jemi të gjithë në një mendje. Jo, thash në ofendim, pa në një mendje. Po, ofendim tash, nuk e kupton që është ofendim. E pranon. Ne kështu jemi, se ne themi vdeksh inshallah se të dua shumë. Do të thonë në një vend që... Po, dhe kur dashurojmë të në të zënë që aty me gurë, dhe të pras me gurë. Të dua më qëne. Po kështu i themi ne, që të bëjmë ne kështu? Ja, unë nuk i marrë për ofendim, unë e marrë vëmendje. Dhe jam e kujdesshme ndaj këtyre, jam shumë e kujdesshme, sepse tek e fundja është përpjekur, ka menduar, ka harxuar kohë, ma jep më të gatshme një vërejtje që edhe duhet ta kemë në konsiderat. Po, pastaj është, shikon, nuk ja vlen të mërzitesh, se jeta është e çmuar, edhe të harxhosh kohën më shumë me të mërzitesh me atë tjetrin, është si shumë. Nuk ja vlen. Është si shumë. Dakor, ju keni kaq vite që bëni këtë punë dhe paka shumë. Këtë punë kam bërë gjithmonë. Unë kam filluar punë në 80-ën, kam filluar fillimisht kam punuar 4 muaj 4 vjet direkt në pediatri, në Tiranë e Re, Lagjateti ishte atëherë. Dhe pastaj kalova në këshillimoren e fëmijëve. Atëherë tremëronin. Mua më kanë emëruar pediatre, edhe emërimi që u bën në këshillimoret ishin pikat e nxehta në atë kohë, dhe në përgjithësi nuk preferoheshin. Sepse aty ishte problemi mortalitetit infantil që të ne i fëmijëve, 0-1 vjeçi që ka qenë një tmerr, dhe ishte shumë i lartë, ishte sekret shtetëror. Nuk e dinim sa, jo, nuk e dinte njeri sa ishte shifra e vërtetë. Se thoshin 0, kishin... Jo, 0, jo. S'ka qenë ndonjë. Jo, ka qenë shumë e lartë. Po të jenë vërtetë ato... Nuk e di. Jo, ka qenë shumë i lartë. Ne atëherë i masim, se tash i ka ndryshuar, i masim në 100.000, atëherë i mate me... për shumë në 1.000 fëmijë sa ishin në 1.000 lindje, po të lindur, dhe sa brenda vitit sa vdisnin. Ka qenë shumë i lartë. Dakor, do të thosha këtë. Ju në të përvojë që keni mundoni të këshilloni, mundoni të shkruani, të jepni përgjigje në shumë forma të ndryshme. A do ishte më mirë të kishte një shkollë prindërimi, qoftë kurse prindërimi? Është një praktikë. Këtu kene nuk ka. Po. Por, për shembull, kudo në Itali, në Francë, po të shkosh? Në Australi kisha një klient dhe më thoshte që ka. Ku shkon atje, do me thënë, janë këto si këshillimore tona, po do me thënë gjithse kush... Edhe në faza më të mëdha, se të bebes neonatve, edhe më... Patjetër që janë këto qendrat, që shkon merr këshilla në shkollat, në kopshtet, natyrisht që ka kurse prindërimi, t'japin të mësojnë si ta ushqesh fëmijën, si ta mba. Edhe te ne, kështu ka qenë organizuar, qoftë këshillimorja e gruas, qoftë këshillimorja e fëmijës, këtë kështu që nëna shkonte, vizitonte dhe merrte këshilla, do të thënë, dhe vërtet janë shumë të rëndësishme, nuk ka më të rëndësishme se këshillimorja e gruas. Pse? Sepse nëna aty shkon dhe mëson se gruaja që do bëhet nën,
do marrë këshillat, për shembull qoftë si të mbaj veten, që ushqimi, për shembull, çfarë ndodh në 35 ditët e para, kur fillon zemra të funksionojë. Sot këto, për shembull, 1000 ditët e para të fëmijëve, dhe 1000 ditët e para që nga lindje, që në konceptim. Për shembull, në 30-35 ditë e para zemra nuk punon tak, po ka një çrregullim. Mbas 35 ditë deri në zemra e fëmijës, që është e çrregull, punon në mënyrë të çrregull, pluskon më shumë, ndjek ritmin e të rraurave të zemrës të nënës, pra sinkronizon, sintonizon, jo sinkronizon, se sinkronizimi është imitosh. Do më thënë, ajo ndjek dhe rregullon veten, ndjek ritmin e nënës dhe kjo ndodh në ditët mbas 35-40 ditëve. E janë shumë t'i di njeriu, kur fillon gjumi, rem, do më thënë që është ai gjumi, kur fillon vedia, çfarë ndodh në për shembull kur prekim barkun, çfarë transmeton, është shumë i rëndësishëm sepse është sikur hedhim një gur në det, në lum ose në det që bën dhe hapen valët. Dhe ajo shkon, kur nëna e prek but, shkon prekja e dorës, shkon te ai dhe i qetëson fëmijën. Biles të gjithon preke, fërkoje barkun kur fëmija është i shqetësuar. Na i rekomandonin dhe ne këtu e plakat që kishin bërë shkollë. Jo plakat, edhe në atë kohë, për shumë mua më smarohet, profesor Glozheni, doktor Ilir Gjylbegu, rekomandonin që kështu kur kishin kontraksione, gratë, që kishin rrezik dështimi që quhet, ata rekomandonin, bëj masazh barkut, preke but barkun. Këto, unë i mbaj mend edhe në leksione që na i thoshin këto. Sikur i thonë ka këshillimore që vërtet funksionojnë shumë mirë dhe ka këshillimore që janë të orientuar drejt mjekimeve apo ushqimit apo mirëritjes kështu skematike. Po shumë e rëndësishme dhe duhen shtuar, duhet dhe në maternitet, domethënë të lindjet duhet jenë këto që të trajtohet nëna. Edhe mbasi lind fëmija, është shumë mirë si duhet bëjt, çfarë durimi duhet ketë, të presim, mos më filloj me njerë me qumshtin artificial. Qumë është lopës? Jo, nuk jam për qumshtin e lopës, më mirë qumshtin, sepse kjo është qumë, po t'jeti mirë, është më i mirë ky, i përpunuari. Sepse qumshti i lopës dhe atëherë ne e hollonim, nuk është se e jepnim direkt. Sepse ajo fia që quhet është shumë e gjatë dhe me zi e tretë. Prandaj e hollonim me lëngorizi në atë kohë. Pungrash. Nuk ishte i keq, nuk ishte i keq dhe i lëngorizi. Por ky qumshti i sotëm është i përpunuar dhe është i bërë i pranueshëm për stomakun e fëmijës. Okej. Unë do të bëj një pyetje për ta shtyrë sa më tej këtë bisedën tonë. Vjen fëmija i vogël 4 apo 3 vjeç apo 5 vjeç, ka dëgjuar fjalën seks. Po. Si ti përgjigjemi? Ç'ti themi? Po, më falë, si krijohet jeta? Ne të tërë që kemi ardhur, ne këtu të 3 që jemi, si kemi ardhur, nona dhe baba jon kanë bërë. Dakord, ai është fëmijë. Jo, duhet thënë kështu. Troç. Jo, ai dëgjon në rrugë nga fjalët më të tmerrshme. Dhe fëmia e di nga ka ardhur. E di. Pa e shpjeguar njëri? Pa shpjeguar njëri. Jetën nuk ta shpjegon njëri. Apo jo? Kur vjen dhe të pyet, ç'është kjo më? Ai do të konfirmoj, fëmia i di, po nuk ja po nuk ja artikuloi rrituri. Ajo po s'ja vërtetova atë që ai po t'ja artikuloj, ka ardhur, natyrisht kanë bërë dashuri. Që ka ardhur ti në jetë, prindët e tu kanë bërë dashuri. Kanë bërë seks. Skepse ja thuar banalisht, shëmtuar, me një prapamendim të keq për këtë fjalë. Jeta krijohet nga seksi. Mirë, ju mendoni dakord, me ju jam. Po në qoftë se ai fëmija, se fëmijët bashkë veprojnë me tjetrin, shkon në kopër, shkon në shkollë dhe thotë, dëgjoj, mami më tha ose babi më ka thënë që unë kështu. Wow, çuditet ai tjetri, vetë e thot prindërve të tij që më tha kështu. Po pse po kjo duhet të jetë edukim, se kjo është edukim, s'ka të bëj çfarë thot ai tjetri. Ktu thotë çfarë përgjegjësish marrim ne të rriturit për të treguar të vërtetën e jetës fëmijëve. Në qoftë se nuk e thot prindi, a duhet ta bëj edukatori në kopës? Patjetër. Që në kopës apo në shkollë? Kur lind pyetja, kur pyet fëmija. Atëherë duhet shpjeguar. Në qoftë se fëmija pyet, i rrituri duhet përgjigjet. Po
Po ja që të gjithë prindit nuk janë njësoj, jo të gjithë kanë një formim. Po kjo është pa edukat që thua ti. Jo, është pa informim, do të thosha. Pa edukat, pra. Mos kesh, në qoftë se ti ke frikë nga e vërteta e jetës, që është enigma, si ngjizet nga dy qeliza që as duken me sy dhe jemi ne këtu, jemi nga këta burrat tash unë e vjetër jam, ti je i ri. Jo, po ti je më i ri se unë, kështu që ti je pak vite na ndaj. Jo, e ke gabim, na ndajnë shumë. Janë mbi 10 vjet, mos them 20. Të falenderoj doktores, por nuk do nxjerr kartën e identitetit, falenderit. Edhe unë ta nxjerr kartën e identitetit, do thuash ke të drejtë. Hajde fon, dëgjoj mua këtu. Dëgjoj. Plejt duhen dëgjuar. Jo, ata që janë mosh madhore pak. Ja, plejt duhen dëgjuar të tërë. Edhe ato që nuk din, sepse tregojnë si mund të bësh kur nuk di. Dakor. Kjo duhet, dhe duhet të vazhdoj të kjo temë duhet marrë shumë seriozisht nga gjithë të rriturit. Nuk kemi pse shajmë ashtu rrugëve dhe ti tregojmë kalamajve. Fëmijët e mësojnë në rrugë, ne kemi lënë rrugën që u mësoj të vërtetën fëmijëve. Më shpejt shajnë se sa. Po kjo është rruga pra. Ne gjërat i zgjidhim në rrugë, i mësojmë në rrugë, dhe në shtëpi kur shkojmë kur e themi sket tur budalla apo një fjalë të tjerë, po. Që e fiksojnë që ai mos ketë respekt që nga vetja e deri te jeta. Dakor, me që qëndrojmë këtu. A duhet të zhvishemi përpara fëmijës? Shiko, unë këtu jam po dhe jo. Për nivelin që kemi ne, i them jo. Për nivelin kombëtar. Këtu po. Ne duhet kemi akoma këtë kufirin, distancën. Për shumë, po të shohësh në këto vendet te ku Hollanda, Danimarka, Anglia, nuk e kanë problem, zhvishen dhe nuk e di, janë si më të qetë. Nuk është kaq i madh ky kurioziteti i të parit të seksit tjetër, për të gërmuar, për të parë si janë prindrit, se ky është një kuriozitet normal i fëmijës. Ai do të di çfarë ka në ata dhe çfarë ka ai. Çfarë s'ka unë, çfarë kanë ata. Ashtu. Dhe këto gjithmonë fëmia që ta mësojë një gjë, do patjetër fjalën e të rriturit. I rrituri është modeli. Nëse i rritur të turp të kesh, dhe ai ashtu do ta marrë dhe do vazhdoj dhe të shohim këto turpet që shohim gjithandej që s'dim tash se kush. Po. Në sjelljen tonë ne jemi shumë rrugaç. Më vjen keq që e them, por jemi sepse shajmë, gjërat i zgjidhim në rrugë, kemi qeft, kemi dëshmitar për treguar se unë spys. Për të vërtetuar qëndësinë tonë. Për të thënë se kush jemi. Nuk kemi një vend, unë shoh prindër në rrugë, unë jam shumë e vëmendshme ndaj sjelljeve të prindërve. Dhe shoh që nuk pyesin sa i marrin fëmijët e shajnë, i thotë zysh, ka bërë një veprim fëmia, nuk presin të shkojnë në shtëpi dhe ta zgjidhin me qetësi si ka ndodhur. Fëmia po mëson, po rritet natyrisht, do bëj dhe veprime jo të denja për prindrit. Po nuk ka, ai po mëson, do të di limitin, do të mësoj kufirin, ku duhet të ndaloj. Nuk mësohet në rrugë kufiri. Ç'mendim keni për ata prindër që bëjnë dush me fëmijët e tyre? Të thash është njësoj si kjo, si të qenit nudo, të veshurit nudo. Të thash, për këtu, unë them që sa që është i drejtë, se shuhet ai kurioziteti pervers për seksualitetin, për organet e riprodhimit, për zonën genitale. Por, kaq sa di unë, them që më mirë t'jetë një çik më e kufizuar. Do të thënë, të jemi më të kufizuar. Që të mësojmë ç'është intime. Po i bim rrotull kësaj. Ç'mendim keni kur fëmia do të puth nënën në gojë? Te buzët flas. Unë jam kundra. Dhe pavarësisht për të dy gjinit e keni fjalën, si për djalin dhe për vajzën? Për të dyja, gjithë. Fëmijët nuk kanë pse puthen në buzë. Dhe ky është kufiri i parë për të mësuar, për të evituar incestin. Incesti jo rastësisht, që në kohë shumë të vjetra është quajtur ligji i ligjeve. Detyra e parë që kanë është që ne nuk kopjohemi brenda familjes. Ne mësojmë dashurinë në familje, ta duam tjetrin, sepse edhe prindi dhe fëmia janë
me njëri tjetrin, nëna është tjetri për fëmijën dhe fëmija është tjetri për nënën. Po nuk e pam fëmijën tjetri, do me thënë e kemi lënë kështu as në qiell, as në tokë. Nuk i kam thënë unë, to janë studime që bëjnë njerëzit, dhe në familje mësohet pikërisht ligje, kufit, vendosen në familje tjetri, dhe brenda familjes ne nuk kopjohemi. Dhe kjo fillon, dhe kjo është ligji, ky quhet ligji i ligjeve. Është që në kohë vjetra, që në këto librat e shenjtë e gjen këtë që ku dallojmë. Dhe dikur thuhesh që kafshët kopjohen brenda familjes. Sot është vërtetuar që as kafshët nuk kopjohen brenda, gjitarët nuk kopjohen brenda familjes. I largojnë adoleshentët, jo, kjo është shkencë, nuk e kam, i largojnë adoleshentët pikërisht për të evituar kopjimin brenda llojit të tyre, familjes tyre, grupit të tyre. Grupit njësisë. Se duhet të ruajnë atë vazhdimsinë, se ndryshe degeneron dhe geni të tëra. Degeneron si specie, si ekzistencë. Kështu që kjo është dhe e puthura në buzë, sa që është natyrisht një e puthur e lehtë në kokë, një kështu, gjithmonë se goja është e vërtet që është organ ngrënës, po është dhe organ erotik. Dhe kështu që me fëmijën nuk duhet luajtur me erotizëm, sepse për fëmijën goja është zona e vetme aktive erogjene, sepse fëmija mëson nëpërmjet shijimit. Dhe shijimi natyrisht erosi është bazohet në kënaqësinë, në të njojtur, në të zbuluarin e kënaqësisë. Dhe e fut në gojë, shef kjo s'hahet. Fut ushqimin, po kjo bën, hahet, kjo më pëlqen, kjo s'm pëlqen. Dhe kështu dal nga dal zhvillohet të mësuarit dhe prandaj thuhet me ushqimin mësohet edhe e mësuar. Fillon dhe e mësuara për gjërat, sendet, çashi e kanë, janë për të ngrënshëm, as janë të ngrënshme. Shpeshherë fëmijët kanë shumë frikë nga e puthura. Fëmijët e vegjël kanë frikë nga e puthura, i duket se siç i hajë gjërat, dhe ato mund ta hanë. Po, ka. Dhe rekomandohet fëmijët e puthur, pastaj siç i kapim ne që i puthim, është e vërtet që fëmia është shumë diellës, sepse fëmia, po të mos jenë diellës, nuk kujtohet njeri, ta preqi, ta ushqej, po. Pse thonë, po të shosh një fëmijë që të buzëqesh, e qeshura e fëmijës është, nuk ka gjë më të bukur, thonë. Është nga gjërat më të rejse që ti kthehesh, harron lodhje, nëna, babai, ja pa gjomi, fut një të buzëqeshur ai kalamani, ikin nervat dhe është e vërtetë, është nga buzëqeshja e fëmijës, është diçka prej e shenjtë. Po ikim nga puthja, po rim te puthja. A duhet puthen prindrit përpara fëmijës? Unë them po. Është bukur apo është diçka që thonë jo, po ky është degenerim, sepse plej thonë, "Ua, si e puthesh ti para fëmijëve, nuk të vjen turp." Fëmijët duhet ta mësojnë, patjetër duhet ta mësojnë, po nuk pa nënën dhe babain, që është një gjë e mirë, që është një marrëdhënie, është një veprim që tregon sa të lidhur janë këto prindër. Dhe ky nesër kur tritet, mos ketë që s'kam gjotë, se ne themi, gra gjej plot. Po, e them. Ashtu, pikërisht sepse mendoj që gjërat duhet bëheshin vetëm në dhomë, ato e shifnin baban, për shembull kam qenë një herë në Lundër në një kështu projekt të vogël dhe tregonin në sy të tjerëve, ato ishin dhe mund të hanin ndonjë shpull që tregonte ai se ishte burr, po në dhomën e gjumit ishte ndryshe. Ishte i urtë, i mirë, i bukur. Në dhomën e gjumit ishte ndryshe puna. Një hipokrizi e madhe. Tashi, nëse Ktu kemi jetuar. Kjo është tradita jonë, ne këtë duhet ta marrim dhe ti heqim ato që, si ajo gjëja që po u braktis një gjë, nuk jeton, fahet, nuk bëhet aktive. Ne të zhvillojmë këto që respektojnë jetë, që është e vërteta e jetës, dhe e vërteta mësohet mirë në familje. Kur ti sheh një baba që është i kujdesshëm ndaj gruas së tij, nënës së fëmijës, bile sot francezët insistojnë që babai duhet thotë, mamaja juaj, gruaja ime. Ka shumë nga këto psikanalistët, psikologët francezë që insistojnë që nëna dhe babai duhet i emërtojnë mirë emrat e tyre në raport me fëmijën, në raport me njëri tjetrin dhe
si i prezantohem fëmijës. Okej, nuk po largohemi nga dhoma e gjumit se ma përmendet 5 herë. Dhe unë do ri këtu të herë 6, do të mbaj akoma te dhoma e gjumit. A duhet të flër fëmia në krevat me prindit dhe a është e rrezikshme apo është diçka normale deri në çmosh mund ta bëjnë? Në dhomë me prindrit, derisa është fëmia në gjit, deri në 2 vjet që mund të rrinë, nuk ka asgjë të keqe. Ka. Shkolla franceze ka qenë kundra, se mendohet që prindrit janë të rinj, dojnë në intimitetin e tyre seksuale dhe ku diun energjia. Është dhe një linjë tjetër që thotë jo, fëmia e di nga ka ardhur, dhe derisa është me gjin nuk ka asgjë të keqe. Mbasi e heq një nga gjë, duhet dali dhe nga dhoma. Nuk duhet jetë në dhomë me prindrit, fëmia jetë në dhomë më vete. Ne kemi qenë gjithë bashkë, që s'kemi pasur. Ne po flasim sot në kushtet të cilat kanë ndryshuar. Sot, natyrisht, kushtet kanë ndryshuar Duhet goxha. të flër sepse më Fjetja ankuajnë. në krevat me prindrit, unë jam kundra deri në sidomos vitin e parë të jetës në asnjë mënyrë. Është ky sindromi i vdekjes menjëhershme, është sidomos kur prindrit pinë cigare. Fëmia është i vogël, është i pa truri nuk është aq i pjekur, zona që merret me frymarrjen që të kontrollojë dhe ka raste kur fëmia duke fjetur në vend se ne nxjerrim anhidritin karbonik dhe thithim oksigjenin. Duke qenë e papjekur qendra e temperaturës, fëmia mund të rrithithi anhidritin karbonik. Nuk e nxjerr, po e rrithith. Në vend që dhe të thithi oksigjenin, nuk thith oksigjenin, por nuk është jaftë ta bëj atë. Nuk është jaftë, dhe prandaj nuk duhet se duke qenë aty është më ngrohtë dhe dhomat e fëmijëve gjithmonë rekomandohen të jenë ka mundësi dhe 16 gradë. Pra të jenë më të ftohta, që mos jetë gjumi shumë i thellë, që fëmia të jetë në gjendje që të ndërtojë këto mekanizma. Po janë studime. Po. Dikur ishte ne mezi e futën pozicionin përmbys, pastaj ky u akuzua që fëmia të flej përmbys, ai ka shumë benefite, por ndërkohë ka po këtë të keqe të madhe që shtyp diafragmën dhe nuk lë fëmijën pikërisht rrithith prap anhidritin karbonik dhe është hequr. Dhe thonë që është ulur goxha kjo sindromi i vdekjes menjëhershme. Do kujdes. Fëmia është 10 vjeç dhe flë jo me nënën dhe me baban, po flë me baban. Se babai ka frikë, ka një fobi i cili thotë kam frikë të flë vetëm. Babai? Po. Dhe babai ka frikë për vetëm? Po, ka një frikë, ai ka një sindrom që po të jetë vetëm ai do të vdesë edhe kështu, nga që nuk flë me bashkëshorten, ai thotë do ri djali këtu të flë me mua se unë kam frikë. Unë i them duhet të bëni çështje mundu të shkoni te një psikolog aty se janë jashtë Shqipërisë, janë në vend të largët, shkoni sepse unë automatikisht them nuk duhet të jetë më ai djalë te kjo, po të jetë dhoma ti. Keni dhoma kemi. Nuk e bëjnë. Ngurojnë. Kjo është është çik fjalë e madhe, po unë do e them si është. Një baba që përdor fëmijën e tij 10 vjeç, më fal. Jo, ka frikë ai të ri vetëm. Babai. Po. Ai ka frikë. E përdor të birin. Kjo është përdorje. Fjala e saktë është përdorje. Të kam bërë kokën, do më shërbesh. Jo, një fëmijë 10 vjeç, një baba, kur ka probleme, të shkoj t'i zgjidhë jo me gruan, o të ndahet nga gruaja, me që e tromb gruaja. Jo, për të bërë gjumë më cilësore ka fjalën. Këto janë justifikime. Jo, ai vuan nga shumë gjëra të tjera. Shikon, mund të vuaj nga gjëra të tjera, por nuk mund të përdori djalin. Edhe unë me këtë mendim jam. Kjo është këto janë, shikon, nuk jemi ne të parët që hasemi me këto. Tërë bota vuan nga këto probleme. Ka plot prindër në botë që bëjnë të tilla gjëra. Edhe në vende shumë të... Ja na shkalojmë këtë. Ja na shkalojmë sepse do futemi thellë më thellë dhe nuk ndoshta edhe do gabojmë, se ai do të na shikojë. Jam i sigurt që do na ndjek. Atje ku është. Po na pa aq më mirë. Jo, nuk është e drejtë ta përdorësh fëmijën. Fëmia është bërë për të mbështetur, prindrit janë mbështetës të fëmijës. Okej. Vajza thotë është e vogël, 3 vjeçe, 4 vjeçe, 5 vjeçe, s'ka rëndësi. Dhe në këtë moshë po them, thotë unë do martohem dhe do martohem me babin. Po. Është normale.
Dashuria e parë e refuzuar janë prindrit. Qoftë nëna, qoftë. Edhe babi do t'i thotë, pyet e mamin, është martuar me babin e vet? Kjo është përgjigja më e bukur që mund t'japi. Më thotë jo, ne nuk martohemi dot. As djali me mamin dhe vajza me babin nuk martohen dot. E thonë fëmijët e klasës parë, thotë jam e dashuruar, dua mësuesin tim, do martoj me mësuesin tim. A me mësusët të tërë dashurohen. Me mësuesen, me mësuesit. Ne kemi pas në drejtorin e shkollës, në gjimnaz, disnim të bënim në gjotë në atrisë në drejtorin. Ishte një mësusi mrekullueshëm, dhe më thanë në drejtori, Bardhyl Qiriako nuk jeton më, po ka qenë mrekullueshëm. Dhe ishte nga ato, ai është një shprehje e një psikanaliste franceze, që e kanë shumë të madh francezët, François Dolto, dhe thot mësuesi, thot, udhëheq, thot, si kur është prindi, udhëheq, thot, si burr apo si mësues dhe drejton si baba. Po kur fëmia flet fjalë vulgare, shan. Nuk e di, ka mësuar, i ka sjell nga kopshti, i ka sjell nga shkolla, i ka sjell nga rruga, nuk e di, flet në mënyrë dhe prindrit turpërohen, kur kanë dhe miq zakonisht në shtëpi, dhe ai vjen thot fjalë ose i shan. Ai po vjen tregon se çfarë ka mësuar. Sa i Zoti është. E para, i ka dëgjuar dhe në familje, i dëgjon në rrugë. No, mos i ke dëgjuar në familje. Do t'i thot. Ç'të bëjmë? Ç'është problemi? Ç'të bëjmë? Do turpërohemi. Gjë e parë që bëjmë, dorëzohemi. Po jo, do t'i thuash. Ham ke parë kur shkojmë, kur marrim zarzavate t'i lajmë, të kalburat i edhim. Pra ne nuk ham plera. Këto fjalë të thona kështu shëmtuar, si që ke dëgjuar ti, janë njësoj si kur tanë, i thot babi këto fjalë, i thot mami këto fjalë. Shiko, po nuk i hyre fëmijës me qetësinë e të rriturit, ne jemi arrogant me fëmijën. Ne i themi sketur, rrugaç, e shajmë, e mallkojmë. Ne jemi rrugaç vetë në sjelljen me fëmijët tanë. Mirë, këto fjala do t'i mësoj fëmija një jetë? Po. A duhet t'i mësoj? Po. Po jo t'i përdori. Ai fëmija, kur vjen të pyet, fëmija po tregoj një fjalë se e ka dëgjuar në rrugë. Po. Çfarë është kjo? Në rrugë edhe thot, edhe ti do t'i thua. O ma, o ba. E kuptoj e ke dëgjuar në rrugë. Ne në shtëpi kemi zgjedhur, ne zgjedhim fjalorin. Po. Se sa më shumë ta zgjedhësh fjalorin, aq më mirë i bën trurit, i tregon çfarë vlen. Kjo fjala është e thënë, e di kuptimin? E di kuptimin e kësaj fjalës? Treqereku i fëmijëve nuk e din kuptimin e fjalës. Dhe prindri në vend se ta pyesin e di kuptimin e kësaj fjale, ai të rri, shumë ngelet. Dhe si te unë në Kopës, për shembull, kishin mësuar kalamajt, ca fjalë shumë të bukura. Po. Edhe ne i dëgjonim. Edhe ja di kuptimin. Asnjëri nuk dinte të thoshte çfarë ishin. Tha, doni të dini çfarë janë? Edhe ne i tham, se do t'ja shpjegosh, për shembull. Kjo është kjo. Është kjo. Po e përdoren në këtë mënyrë, ti e shëmton, e bën të pëlqejnë gjërat e shëmtuar, ai të grisin. Se do t'i gjesh gjërat që funksionojnë te fëmia, jo te ne të rriturit. Se nga ne i ka dëgjuar ato fjalë të bukura. Po, tashti ne prandaj them, ne në edukimin tonë jemi të paduruar, me njëherë mendojmë keq se ne vetë i përdorim për keq. Ne vetë i përdorim këto fjalë. Ata nga ne të rriturit i dëgjojnë. Se dhe nga moshëtuar, në familje të, ata vinë nga familje të ndryshme. Nga të rriturit, pra janë fëmijë, nuk po themi fëmia im është i kulturuar dhe fëmia i ati tjetrit që ka. Ai ka, unë, nëse vërtet, unë, dhe sidomos shkolla, tu ka një vlerë të jashtëzakonshme, duhet në ndëry, jo të thot rrugaçi. Por, të thot, djali, ja di kuptimin, ti vajze, di këtë kuptim, me emër. A t'ju them, po nuk e mësoj shkolla këtë gjë. Atëherë shkolla emrin vetes. Sepse ne rëndojmë shkolla. Mësuesja ka një program ditor që duhet bëj atë mësimi, sepse në fund do i thonë ai bëri këtë temë. Unë nuk jam dakord me këtë. Do vi aty. Dhe nëse ndërpret orën e mësimit, nuk e di, jep matematik, aritmetik, nuk e di çfarë lënda jep atje, ndërpret mësimin dhe merret pikërisht me këtë. Dhe pse nuk u thon ka shumë bukur në orën e matematikës? Jo, aty do të nxjerr, them. Në fund do i thot, a e ke bërë këtë temë? Jo, se nuk e bëra këtë, se sqarova fëmijëve këtë. Nuk mund ta shkruaj në regjistër. Nuk mund ta shkruaj. Sepse i duhet në kurrikula, duhet kjo. Kariti do ta shpjegonte.
dhe mund të më marrë penalitet e mësuesit që u mor me këtë dhe nuk u mor me hersin. Tashi, e mbyllim këtë se... Jo, do të mbaj përshë shpejt, si ta mbyllim? Vazhdojmë, jo. Se duhet them sa gjëra. Po. Më fal, unë e kam thënë gjithmonë dhe insistoj, ndryshimi, nuk e kam thënë unë, e kam thënë që të vjetrit, dhe është thënë që ndryshimi, i mendjes fillon nga fjala. Walter Benjamin ka thënë revolucioni fillon me fjalët. Edhe më të vjetër se ai. Erasmusi ka thënë, lufta fillon me fjalët. Lufta ndryshon gjuhën, fjalët. Po. Kështu që mësuesi doli një problem edhe në matematik po tjetë. E tregon shumë bukur me pluse dhe minuse. Çfarë i ndodh shpirtit ton, çfarë i ndodh mendjes ton, e bën dhe kurikulën, e që ka ato gjërat për të bërë, edhe edukimin. Por, e keqja jonë në strategjinë tonë kombëtare, fjala edukim përdoret nga 150 herë, po është shtojc. Nuk është qëllim. Ne kemi Ministri e Arsimit. Ne duam të mësojmë akoma njerëzve, të mësojnë përmendësh, vjersha, ku di unë të thonë, pa ditur vlerën e fjalës. Edukimi e kthen këtë gjë në vlerë. Ne sot është vërtetuar, amerikanët morën 500 zënës dhe i ndanë në 2 grupe. Në një palë vunë mësuesi kishin mësuar të buzëqeshnin dhe në një palë mësuesët tradicional. Të gjithë ne ju bën 400 orë, 500 zonës, ju bën 400 orë mësime. Mbas studimit u pa që fëmijët që ishin mësuar me buzëqeshje, ishin të zotë në matematikë, ishin të zotë në gjuhë. Çfarë kishin mësuar? I kishin mësuar shumë mirë. Sepse ishin të mbështetur, jo të trombur. Kur trombemi, thot ik. Në trurin ton hynë ca qelizat, ashtu që thonë ik, se kjo, dërsa kur të buzëqeshin ti nuk trombesh dhe je i përqendruar dhe mund të mësosh. Dhe një gjë tjetër prap të madhe që kemi të mangët. Ne ngatrojmë fjala, mësohet nëpërmjet fonemave. Ndërsa matematika mësohet vizospaciale. Se për shembull po ti ndrosh, ne vazhdojmë t'ja mësojmë me fjalë të tëra. Kështu që ne vetë nuk dim t'i lehtësojmë punët, po i vështirësojmë. Po, sepse ata që na kontrollojnë janë po të ati niveli që duan vetëm zbatimin e saj, mësojnë dhe ta prononjojnë. Jo, nuk e din, them. Nuk i japin rëndësi, se unë e kam dëgjuar dhe nga tjerë, kur unë kam thënë, se ti më thonë, insiston ke fjala, po ne ato kemi, ajo është autentike jona. Me atë luftojmë. Ne ajo na dallon dhe ne me ato duhet, edukimi me fjalën bëhet, edukimi nuk bëhet, do të thënë, se e para, me vërtesh... Me simbolikën e fjalëve ne ndryshojmë mendimet, ndryshojmë veprimet. Po patjetër. Ne të njëjtat fjalë përdorim, po nuk kuptojmë të njëjtat gjëra, shpeshherë. Okej, se mu larguat nga dhoma, ishin mirë te dhoma. Po. A duhet të ketë dhomë të veçantë djali dhe vajza? Në kushtet, në qoftë se janë kushtet, në qoftë se nuk janë, si të bëhet kur ata janë të dy dhe janë në një dhomë? S'ka fuqi familja të krijojë. Çfarë mund të rekomandosh? Mund të bëj, shikoj, çdo njeri duhet ketë një hapësirë intime. Personale. Edhe sidomos të djalën në rritje, sepse ato po zbulojnë veten dhe vetja e parë është vetja seksuale. Që ta njohë, të pranoj gjininë e vetë, s'ka pse të hallakatet, një edukim i mirë, nuk ka pse të kërkoj të provoj këtë, të provoj. Njeriu pranon veten, të pranosh veten është ta njohësh ato që të ka dhënë natyra, Zoti, si të duan njerëzit. Me gjithë që për mua janë të dy njësh janë, si Zoti, si natyra, është njësh. Dhe që ato të njohin veten e tyre, pa ndikimi, pa natyrisht do e shohin ndryshimin. Se çdo njeri është një person më vete, një mënyrë më vete, edhe pse jemi brenda një, si thua, një gjinie. Nuk ka dy njerëz, mund të jemi të ngjashëm, kemi fjalët, por gjithsekush ka një gjë të vetëm. Jemi të ndryshëm. Dhe këtu të përpiqemi, këtë gjën që e ka çdo kush nga ne, që vetëm ai e ka. Në vend që të përqendrohemi te kjo, rrim hallakatemi me gjëra pa kuptim. Babai e pyet djalin, a të pëlqejnë gratë, a të pëlqejnë vajzat? Si të duket kjo pyetje? A duhet t'ja bëj? Edhe mund t'ja bëj, nuk ka pse, se sidomos me djalin, kur një djalë bëhet 16-17 vjeç. Jo, të më i vogël.
Po, 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, në këtë moshë, nuk po ke them. ndonjë shoqe, është mirë ta pyesi. Ke ndonjë shoqe, ke një shok, si shkon me shoqet, i kujdesshëm, se mos i pyesh, si do t'ja thuash për zotin, nuk mund, do t'i mësosh njerë që jemi njerëz, dhe dal nga dal që jemi gjithse kushi nga ne, ka një gjë të veçantë, dhe pastaj do dalësh. Unë nuk jam që ta mohojmë gjinin, edhe e pranoj dhe pse jemi qenë, po ne jemi qenë kulturore dhe ne duhet i emërtojmë gjërat që për në një gjë që nuk ka emër, nuk ekziston. Mirë, aty që të të babaj tani, se doma jemi, babaj grindet me maman, merë batanien, guvertës, ka rëndësi, vete grindet dhe shkon flën divan, si shënjak marjen, ndaj nënës. Shumbull i mirë, shumbull i keq. Tashi, këto skena kështu prej Kalamani, si kur nuk më Janë Kalamani këto. Nuk më do Ate e bën një burë tashi që është 30 vjeç. Tashi, a i leqe pyet, tashi Mos përdor numrat. Unë nuk jam që të shkojnë në këto. Naturisht, njeri është i nxehur dhe në shtëpi Kam mënyra ndëshkimit të ndryshme. Unë nuk jam dakord me atë se ne, për shumë kur dëgjoj, prindrit e mi, unë si kam para asnjëherë. Kjo është gënjeshtra më e madhe, sepse unë disa dhe i njoh dhe i di çfarë. Se sa zien. Jo zien, po çfarë historira ashtu shumë të mëra kam patur. Kanë, historia por atë. Kështu që këto janë prindrit nuk kanë pse të shtiren me fëmijët e tyre, natyrisht duhet ta kontrollojnë veten, nuk kanë pse të sillen në sjelljet ekstreme. Kjo tregon që ai si person apo ajo si persone janë problematik, që nuk din të menaxhojnë emocionet e tyre. Natyrisht emocionet nuk janë të lehta për të menaxhuar, por rritja e keqe këtë bën, se emocionet janë para fjalëve. Po, sigurisht. Ashtu. Emocionet janë shumë të errëshme para njeriut. Para njeriut. Kështu që emocionet janë të parat që na ndihmojnë, por ama inteligjenca emocionale këtë bën që ti i njeh ato, i emërton ato dhe di të mëson ti menaxhosh. Një njeri që nxehet, ikën nga dhoma, kjo është adoleshencë. Doktoresh, unë të falenderoj shumë. Na kënaqet me gjithë këto që thatë. Unë edhe në emër të atyre që na shikojnë, të falenderoj, të uroj jetë gjatë, punë domosdoshmërisht që do të vazhdosh edhe një 30 vjet të tjera, se s'ke rrugë tjetër. Ne kemi qejf të kemi përsëri me gjëra të tjera më të bukura, po për momentin të urojmë shëndet dhe vetëm shëndet. Na zbukurove këtë bisedë. Të gjithë kemi nevojë, sidomos kur bëhesh kështu e vjetër si unë. E vjetër, prap. Atje ku e filloi, atje do ta bëj. Se do të thashë. Ne duhet ta vlerësojmë moshën e tretë apo plakjen. Njeriu kur plaket, nuk i ka ardhur fundi, po ka aq potencial për t'ja transmetuar. Edhe evolucioni ka bërë këtë gjë. Që neve t'i ndihmojmë pasardhësit tanë. Që jemi aty, jo t'ju tregojmë që ju s'dini, siç dhe zakonisht bëjmë, dhe pastaj por jemi aty krah tyre që të mos jenë vetëm. Dhe është një moshë aq e bukur, dhe ato që kanë thënë që s'ka më e keqe se pleqëria s'ka, unë sot jam një grua 70 vjeçe dhe them që kjo është mosha më e bukur, sepse unë e para nuk më merr më vetja përpara. Mua nuk më merr, përkundrazi e shoh kjo, si unë kur kam qenë e re. Atëherë, doktoresha është në moshën e mesme të shtyrë, nuk është gënjen që thotë është e moshuar. Doktoresh, kur të vesh të 90 do të flasim, por jo për tash, tani je mirë, shkëlqyshëm dhe vazhdon të jesh kështu. Ne do të marrim edhe këto në 20 vitet e tjera, se do vazhdojmë podcastet, do jesh këtu për këto 20 vitet e tjera. Dhe mos e diskutojmë për këto. Të falenderoj dhe njerë. Faleminderit dhe ju. Miq, u takofshin në podcastet tjera.